fundit në politikë dhe me ju shërby njerëz. Faleminderit shumë. Ndërkohë, nga video, mesazhi që e pati nëna jote dhe ato që i pam si pamje, e pam me Kuranin aty. A është pikërisht aty ajo lidhja jote, edhe ajo trashëgimia që e ke trashëguar në raport me fen? Raport me besimin? Absolutisht po. Unë edukatën fetare, mësimet fetare dhe gjithçka që kam, e thash edhe në fillim, e kam pikërisht prej nanës. Domethënë, unë si fëmijë më ka edukuar në frymë fetare se çka është e lejueshme dhe çka nuk është e lejueshme. Çka është e dashur për Zotin, për nanën, për prindin, për secilin, çka është drejtësia dhe çka është padrejtësia, ku duhet, domethënë, unë formimin që e kam pikërisht prej nanës, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin dhe unë s'kam hoxh, cilën kom marrë mësimet prej tij. Unë kom nanën e kom pas ajo cila më ka jepë edukatën fetare dhe vazhdoj me marrë sjelljen e sajna edhe me u mundu që me ndjek shembullin e sajna praktik, sepse nuk mendoj që kom diçka më të mirë dhe më të rëndësishme se sa nana për me marrë si shembull edhe me u angazhu. Tani nëse e përshkruan udhtimin tënd shpirtëror si një histori kështu, me disa etapa, në cilin kapitull ndodhesh tani? Ku është Emani në këtë aspekt, në raport me besimin? Jeta është një proces cilën unë e shoh një horizontale, sepse nuk e din as kur ki me vdek, as nuk e ke ditë kur ki me din. Edhe duhesh me qëndru gjithmonë në nivel, në angazhim në ato që ka e ki. Dhe më thonë, nuk e shoh ngritje dhe zbritje të apo shkallë cilat absolutisht njëri duhet përgatitet se cilën herë më shumë për shkak gjithë shkafit që ka e rrethon edhe jeta vetë mëson ashtu, por që ajo që ka është e rëndësishme të besimi, është që ti duhesh me qeni përgatitur në çdo herë, në çdo moment, çdo sekond, t'japsh maksimumin në ato që ka është kompetenca jote edhe prej pozicionit që e ke. Unë jam ekonomist, merrem me politikë dhe besimin fetar e kam besim cilën mendoj që më duhet për veti dhe më mbush me jep produktivitetin. A dhe veprimet tua politike pastaj kondicionohen nga besimi yt? Unë besoj që secili veprim në jetë, domethënë është në përputhje edhe në besimin e shoh si furnizim edhe shtytje, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në gjithçka. Sepse besimet e jep edhe drejtësinë, edhe barazinë, edhe energjinë për angazhim. Domethënë, pa besim, unë nuk mendoj që kisha qenë ky as në politik, as në ekonomi dhe as